Ndryshe flasim për ditën ndërkombëtare të sigurisë në vendin e punës dhe shëndetit të tyre, flasim për kontratat, flasim për sigurimet shëndetësore, krejt këto në prag të një majet. Gjitha këto ne do të diskutojmë bashkë me Dafina Mehaj Shaqiri, që është zyrtare për marrëdhënie ndërkombëtare dhe me publikun në BSPK. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjeta. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu, Dafin. Na trego pak për këtë ditë. Çka do të thotë kjo? Po kjo është ditë e rëndësishme për punëtorët në mbarë botën, me qenë se shënohet si ditë 28 prilli, dita ndërkombëtare e punëtorëve të lënduar në punë, e që e dim të gjithë se ka mjaft raste, mjaft punëtorë lëndohen në punë, madje edhe humbin jetën fatkeqësisht. Dhe kjo ditë duhet shënuar duke i kujtuar edhe ata, apo edhe duke ndërmarrë gjëra të cilat ndihmojnë që mos ndodhen aksidente apo gjëra të tilla? Patjetër, mirë do të ishte që të mbajmë aktivitetet ndryshme që të vëdijsohen punëtorët, por edhe punëdhënësit, por edhe t'i kujtojmë ata që e kanë humbur jetën në vendin e punës, gjithashtu edhe të bëjmë aktivitete të sensibilizojmë shoqërinë tonë, t'i sensibilizojmë punëtorët, punëdhënësit dhe të solidarizohemi me punëtorët në barë botën në këtë ditë të rëndësishme. Në vend, pra në Kosovë, qysh shëndrojmë me punëdhënësit dhe me punëtorët me siguri në vendin e punës? Po e dim se Kosova në gjendjen e tanishme nuk është gjendje e kënaqshme e mbrojtjes dhe sigurisë në punë, gjithashtu edhe nuk është një vend ideal për të punuar, sepse e dim çfarë ndodh. Por jemi që disa vite pa kontratë kolektive, e përmenda kontratën me njerë, sepse kjo është diçka mjaft e rëndësishme për punëtorët, nuk është e nënshkruar, dhe jemi shteti vetëm në Ballkan të cilët ende nuk e kemi të nënshkruar kontratën kolektive për shkak të mungesës së dialogut social në vend. Dhe janë një sër problemesh të cilat ndërlidhen me njëra tjetrën që e krijojnë pasigurinë në punë tek punëtorët kosovarë. Ju e përmendët kontratën kolektive, çka do të thotë kjo për punëtorët, nëse do të... Po, kontrata kolektive është një kontratë bazë e cila rregullon mjaft marrëdhënien e punës, mandej secila lëmi tjetër ndërlidhet me kontratën kolektive dhe i adapton kontratat e veta sektoriale në bazë të kontratës kolektive në nivel kombëtar. Kjo mungon që disa vite, këtu rregullohen gjitha, pak a shumë është si ligji i dytë, cili ndihmon të gjitha ligjet që kanë pakun e ligjeve të punëtorëve, ligjin e punës, ligjin e shëndetit dhe sigurisë. Më tepër siguri dhe më tepër mbrojtje për punëtorët në këtë rast, në momentin kur... Gjithsesi punëtorët i mbrojnë kontrata, çfarë do që është ajo. Para se të kaloj te kontratat individuale dhe personale për gjithë, flasim për sigurinë në vendin e punës, çka do të thotë siguria në një vend punës. Varësisht do të thotë nëse unë punoj në gazetari, cila është siguria ime në këtë rast? Çka duhet? Apo duhet flasim vetëm në fusha të tjera të cilat ka më tepër rreziqe dhe mund të ndodhen më tepër aksidente? Po patjetër, çdo i punësuar në Republikën e Kosovës në momentin që punësohet duhet ta nënshkruajë një kontratë punëdhënës punëmarrës. Dhe kjo kontratë bazohet në ligjet e Kosovës. Kontrata punëtorin si më thanë, siguron për qëndrueshmërinë e punë, për pagë, për pushime, për të gjitha faktikisht. Dhe ajo është, domethënë, pa kontratë s'ka si respektohet vendi i punës dhe s'ka si respektohet edhe dinjiteti i punëtorit. Për shembull, ju punëtorët të KTV-s sigurisht që në momentin e punësimit e keni kontratën me rregulla ku obligohet punëdhënësi dhe punëmarrësi për detyrat e veta. Dhe i dim të gjithë, domethënë, mirë po, ka dhe sektore të ndryshme në sektorin privat, që ndoshta ekzistojnë kontrata, apo nuk respektohen shumë, dhe aty fillojnë problemet. Mos respektimi i kontratave. Ka raste të tilla, do thotë në Kosovë? Flasim cilat janë ato probleme dhe ku mund të adresojmë këto probleme, nëse nuk po respektohet qoftë nga punëdhënësi, qoftë nga punëmarrësi. Edhe pse kur vjen puna tek punëmarrësi, më lehtë është ndoshta me largu prej vendit të punës. Por kur vjen puna tek punëdhënësi, a kanë të drejtë dhe a munden lëshëm me raportu? Po, për ata ekzistojnë kontratat, sepse nëse nuk respektohet një kontratë, punëtori e ka një adresë ku duhet të drejtohet. Më së pari është vendi i punës, nëse në atë vend punës ka sindikat të punëtorëve, të flitet, domethënë,
publikisht për problemet punëtorëve së pari në vendin e punës, mandej ne si jemi si organizim sindikal në shoqata sindikale federat, apo madje edhe në konfederat si që jemi ne BSPK-ja, mandej ne si BSPK këto problemi adresojmë përmes Këshillit Ekonomiko-Social, i cili edhe ai nuk funksionon për momentin që disa vite, dhe mandej është edhe inspektorati i punës, ku është adrese punëtorëve, mandej nëse bën shkelje shumë të rënda, atëherë janë edhe gjykatat, punëtori mund të padispondensin e tjerë. Po, ka raste të tilla të cilat njoftohen dhe janë zgjidhur deri tash apo jo? Ka raste kur gjykata e kthen punëtorin në punë, mirë po ka edhe shumë probleme për shkak se e dim edhe sistemin gjyqësor të ne se nuk është shumë funksional. Dhe ka edhe raste kur punëtorët lodhen mandej duke kërkuar ndihmë dhe duke trokitur derë më derë dhe nuk ju zgjidhen problemet. Dhe heqin dorë, që është mandej kërkojnë ndihmë duke e lënë vendin e vetë dhe shkojnë në shtete tjera për një jetë dhe një punë më të mirë. Meqense ju e përmendët edhe shtetet e tjera, a vret mungesa e punëtorëve në vend? Po, vrehet në çdo fushë, në çdo lëmi, vrehet. Gjithë ne në Kosovë po jetojmë këtë aktualitet, e dim çfarë diaspore kemi, e dim rinin ton, ka është e orientuar, e dim se nuk janë të kënaqur, mirë po prapë unë e di se nuk mund të them shumë, mirë po vendi yt është vendi yt, dhe nëse të gjithë ikin, atëherë kush do ta bëj mirë, kush do ta luftoj padrejtësinë këtë vend për punëtorë. Po cilat janë ankesat kryesore të punëtorëve? Së pari është papunësia e lartë, shkolla e lartë e papunësisë, sidomos tek të rinjët. Mandej, edhe nëse je me fat dhe punësohesh, mandej fillojnë ato problemet brenda vendit të punës, punëtorët të cilët nuk kanë sigurim shëndetësor, nuk kanë paga dinjitoze, mandej, do me thonë punëtori edhe në vend punës duhet gjendet disi që t'ja dal deri në fund të muajit, për shkak të çmimeve të larta, për shkak të pasigurisë në punë, për shkak të padrejtësive të cilat ende ndodhin e tjerë. Kur jemi tek sigurimet shëndetësore, ende s'kemi, varësisht prej do të thotë kompanive private, të cilat mundën me kriju kontratat të ndryshme me kompani sigurime, me punëtorët, e që është një gjë e mirë, por që në fakt në dallim prej vendeve të tjera evropiane, ne jemi larg kësaj çështje me sa jemi shteti vetëm. Diskutohet për një kohë shumë gjatë. Jemi shteti vetëm në rajonin e Ballkanit, të cilët jemi të pambuluar me sigurim shëndetësor. Kjo është çështje pak a shumë e gjithë shoqërisë, mirë po edhe qeverisë. Dhe, si të them, ndoshta të bëjmë thirrje që ju lutem qeverisë, krijonu sa më shpejt dhe filloni të mendoni për popullin tuaj, filloni të mendoni për këto gjëra që na mungojnë me vite, sepse duhet, është patjetër, ai sigurimi shëndetësor edhe nëse fillon sot, do të thonë shkojnë vite derisa të grumbullohet fondi prej punëtorëve, mandej që ta gëzojmë atë fond. Thonë jemi jo të vonuar, po jemi shumë larg. Sigurimet shëndetësore në rast i krijojnë edhe më tepër siguri edhe në vendin e punës, por edhe në përgjithësi. Po gjithsesi, fondi i sigurimit shëndetësor e lehtëson shumë jetën e punëtorit, ndodh diçka në vendin e punës, ndodh ndonjë lëndim, mandej me këtë sigurim mbulohen këto shpenzime. Sa për shembull e dim këto kush e ka fatin që të ketë ndonjë sigurim shëndetësor privat, edhe pse privat pak a shumë e ki një siguri që ndodh diçka. Ndihesh më i lehtësuar. Ndihesh, mirë po kur e ki sigurimin shoqëror në gjithë shtetin të organizuar, është gjithsesi më lehtë. Lëndimet më të mëdha në vendin e punës në cilën pjesë ndodhen, do thotë në cilën fushë, cilën profesion, cilën lëmi? Po zakonisht në ndërtimtari, në sektorin e ndërtimtarisë, edhe sektore tjera, por ky sektor është shumë. Kush e merr përgjegjësinë pastaj? Përgjithësinë mandej ka normal kompania e cila i punëson këta punëtorë, inspektorati i punës, gjithsesi ka edhe ai një rol aty, sa i kontrollon këto, sa. Por është edhe një fakt, edhe punëtorët e kekut nuk shkon ditë në faqen e tyre zyrtare pa e publikuar ndonjë punëtor i cili ka vdekur në vendin e punës, jo si i lënduar aty për aty, por me vite duke punu në kushte të rënda, do më thonë, ajo
kushtet e punës të cilat i kanë rrezikshmëria në vendin e do të thonë punës. vdesin punëtorët ende pa u pensionuar. Kemi çdo ditë fatkeqësisht punëtor nuk mund t'i quajmë as të ri, por as të vjetër sepse ende nuk e kanë mri pensionin. Dhe shumë shpejt, do të thonë kjo ndodh për shkaqet që nuk ka vend të punës të sigurt dhe nuk është vend i punës i shëndetshëm. Çka po bën BSPK-ja tash? Dhe që është gjendja aktuale marrë parasysh edhe qeveria e cila ende nuk e kemi një qeveri dhe po ashtu ende nuk mundemi me konstituu kuvendin. Gjithmonë pasojat e mos formimit të qeverisë apo derisa të formohet qeveria e re dhe derisa bin gjërat në vend, BSPK-ja e vuan një pasivitet në dialogun social, për shembull qysh kur u themelu kjo qeveri para 4 viteve dhe është bërë fuzionimi ministrive, është shumë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në një mënyrë nuk është shumë, por është fuzionu me Ministrinë e Financave, dhe ne si BSPK këtu me njëherë kemi pa një pasivitet të raporteve të partneritetit social punëdhënës punëmarrës qeveri. Më thonë, ne kemi një adres që kemi pas, kur kemi tentu të bashkëpunojmë ngusht për problemet e punëtorëve, ajo adres, mandej, ajo ministri është fuzionu në Ministrinë e Financave dhe mandej paka shumë problemet e punëtorëve dhe diskutimet dhe partneriteti social kanë mbet pak si nën hije. Përpara ka ekzistu Këshilli Kombëtar për Mbrojtje dhe Siguri. Ai përpas që BSPK-ja e dërgon një si përfaqësues, edhe inspektorati dhe institucionet tjera e dërgojnë një përfaqësues dhe formohet si bord, si Këshill Kombëtar i Sigurisë, edhe ai nuk ekziston që disa vite për shkak të mos funksionimit të dialogut social. Ne zakonisht bëjmë thirrje, duam të rikthehen si më thonë, institucionet tona me të cilat sindikata ka pas partneritet. Duam t'i rikthejmë, duam një dialog social të fuqishëm, sepse i shohim vendet në rajon, por edhe më gjerë në Evropë, do më thonë sindikata e ka rolin dhe rëndësinë e vetë, por së bashku me partnerët social. Jemi si një trekëndësh, qeveri, sindikat, ose punëmarrës, punëdhënës. Do më thonë është si një trekëndsh, nëse njëri nuk funksionon si duhet, atëherë nuk ka ekuilibër as në relacionet e punëtorëve, po edhe të punëdhënësve. Mandje edhe shteti, si do të funksionojë një shtet nëse nuk dëgjohet zëri i punëtorit dhe nëse nuk ndihmohet, do më thonë, nes që jemi si shtëpi e punëtorëve, si sindikat kryesore në vend, atëherë gjithmonë bëjmë thirrje dhe e mirë menxis presim krijimin e qeverisë së re, cila do të jetë ajo, dhe shpresojmë se do t'i thirrin ndërgjegjes së tyre dhe do të bëjnë më shumë për punëtorën, të paktën të na i krijojnë institucionet si kanë qenë dhe të vazhdojë dialogu social, sepse problemet nuk përfundojnë kurrë, por kështu kur s'po ke as me kënd mi diskutu. Është edhe ma problematike. Është në situate, si të themi, që s'ka ndodhur me vite në Kosovë. Qush, do thëtë dita e enjë, 30 të jetë një maje, pra edhe pak ditë nuk do t'a gjej Kosovën edhe bashmirë, nuk do t'jetë ditë feste në një formë. Çka të bëjmë në këtë ditë? Ta ngrisim zërim për me u respektu të drejtat tona, që të kemi kontratat, të respektohet kjo kontrat, kemi sigurime shëndetësore, apo vetëm ta marrim një ditë kështu off nga puna, të jemi larg punës edhe ta qëtësëm. Është ditë off nga puna për shumë punëtor, mirë, po për BSPK-n, kjo është dita më e rëndësishme. Ne provojmë të bëjmë aktivitetet ndryshme, organizojmë tryeza, debate, madje edhe tubime në shesh që t'i thirrim vetdijes së punëtorit. Do të ketë edhe diçka të tillë. Do të ketë, jemi në proces, do të ketë diçka, por një majnë gjithmonë na gjen në një mënyrë ku të fillojmë më përpara, por gjithmonë është shihet ajo vetdia e nuk është ndoshta edhe vetdia e ulët, po është një humbje shpresës e punëtorit se këtu nuk do të bëhet mirë kurrë, mandej edhe nuk na bashkohen shumë. Mandej edhe për shkaqet gjitha këtyre që i përmenda deri tash, edhe ne kemi ngel në një situatë që shumë vështirë, po mund të bëjmë diçka, një hap më tutje për të drejtat të punëtorëve, e cila ne kemi përgjegjësi na takon, e dim, jemi të vetëdijshëm, por solidariteti mungon. Më shumë kemi solidaritet nga shtetet jashtë Kosovës se brenda në shtetin tonë.
është e çuditshme. Shohim se çka do të ndodh, pra edhe deri pak ditë, edhe pse pak ndryshime mundet me pas, por shohim në qoftë se do të ngritet zëri i këtyre punëtorëve, pikërisht në ditën e punëtorëve, që shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve, më do atë 1 maj. Dafin, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për këto informata që i këndohemi ne dhe me shikues. Ju falenderoj edhe juve. Grazie.